Banorët e fshatit Kullaj të njësisë administrative Postrib zhvilluan këtë të hënë një protest për rrugën. Sipas tyre, investimi nisur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Shkodër është gjysmak dhe nuk plotëson standardet. Banorët shprehen se në Dragoç rruga po riveshet me asfalt dhe zgjerohet, ndërsa në lotin e dytë në fshatin Kullaj rruga mbetet ajo ekzistuese e ngushtë, çka vështirëson lëvizjen e tyre. Deri në Dragoç një farë zanimi është bo, por diskriminimi fillon këto, në Kullaj, në fshatin më diskriminuar në Shqipni. Anësuet kanë bo 3,80 metra edhe nuk shkëndin për kanalit të ju po atë vetë që në 2 makina nuk nërohen. Nuk kërkojmë më zjanë më tepër na. Zjanimin sikur ka njësë prej të ura mesit, shkojnë deri atje në fund. Megjithse si fshat janë shumë diskriminuar, se ka shku gjysë, do më thonë, dhe në gjysë fshatit, gjysa fshatit ka metë komplet, do më thonë, as projekte s'ko gjama bloku aty. Kjo rrugë ka nevoj për zjarim, kur edhe njëherë thamë që hapësinat janë të mjaftueshme që zgjerohet rruga deri në 4 metra asfalt. Të zgjerohet rrugët bëhet me standarde, edhe të bëhet edhe ribashkimi këtë fshati, jo për gjysmë. Një kjo rrugë është kryesore, jo vetëm për zonën tonë, kjo lidh këtë me marrësinë e madhe. Ata takuan inxhinierin teknik të punimeve dhe administratorin e Postribes, Avenir Çelaj, të cilët i shpjeguan banorëve se projekti është duke u zbatuar brenda standardeve dhe kushteve të sigurisë teknike. Është pjesë e fondit të zhvillimit për llogaritë të Bashkisë Shkodër. Pra, autoriteti kontraktori joni është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Super. Kaq. Kështu që s'mund të vini ta kërkoni të neve. Na kena marrë edhe me inxhinierin e rrugës, edhe me nënkryetarin e bashkisë, kena ardhur në cep të mba matjen. Këtu sikur shtohet edhe 50 centim, kjo nuk pranohet nga një rregullator i rrugëve sepse ajo është bërim aksidentit. Edhe duke pasi nuk është një investim që të vehen mërojat e hekrit në kanal, edhe është bëhe pa mujtun për më bë 4 metra, do me thonë një pjesë të madhe të rrugës. Banorët kërkojnë që të rishihet projekti, pasi në të kundërt do të bllokojnë punimet.